Të nderuara familje Kadriu dhe Maliqi, të respektuar poet dhe artist, mysafir të nderuar, zonja dhe zotrinj. Mirë se erdhët në takimet e kulturës Kadri Kadriu. Drejtoria për kulturë, rini dhe sport e komunës së Podujevës edhe këtë vit ka organizuar orën e madhe letrare të takimeve tradicionale të kulturës në edicionin e 43 të tyre. Ky manifestim ka mbajtur gjallë frymën krijuese dhe ka ndikuar në jetën kulturore të vendit në rrethanat më të vështira në vitet 90, në masat e dhunshme. Ruajtja e traditës dhe kultivimi i vlerave letrare, aq më tepër që ndërlidhen me emra të shquar si Kadri Kadriu e Afrim Maliqi, është thelbësore për kultivimin e identitetit ton kulturor. Përveç ndikimit në jetën kulturore, takimet Kadri Kadriu kanë për qëllim edhe ngritjen, motivimin dhe promovimin e krijuesve shqiptar. Tani të nderuar të pranishëm, më lejoni që të hapim takimet e kulturës Kadri Kadriu në edicionin e 43 të tyre, duke ftuar për të na nderuar për një fjalë rasti nënkryetarin e komunës, zotri Fahri Restelica. Të nderuara familjar dhe mes profesorit dhe poetit Kadri Kadriu, të nderuar poet e shkrimtar, të nderuar të pranishëm. Sot po shënojmë një ngjarje tashëm të përveçme kulturore që bart emrin e njëri prej figurave kyçe të penës në Podujev, poetit, profesorit të dalluar të gjuhës dhe letërsisë shqipe Kadri Kadriu. Takimet kulturore Kadri Kadriu ka nisur të mbahen këtu e shumë vjet më parë, fillimisht me një orë letrare. Këto aktivitete kishin për qëllim jo vetëm për të nderuar poetin Kadri Kadriu, i njohur për idetë e tij atletare dhe emancipuese, e që ishin vazhdimsi e frymës së rilindjes atletare kombëtare, por edhe për të mbajtur gjallë artin e kulturën në një kohë jashtëzakonisht në të cilën gjendej Kosova. Në këto takime kulturore, për këto vjet në Podujev kanë kaluar letrar, piktor, krijues të rinj, jo vetëm të Llapit, por edhe qyteteve tjera të Kosovës nga gjithë trojet shqiptare. Gjithashtu ka pasur krijues nga shtete si Zvicra, Gjermania, të cilët kanë marrë pjesë në konkurse letrare dhe janë shpërblyer me çmime të rëndësishme. Të gjithë këta krijues kanë lënë në llap fjalë të bukura për gjithë moshat dhe kanë marrë me veti miqësinë dhe kulturën e përhershme të Llapit. Në kuadër të këtyre takimeve, përveç çmimit Kadri Kadriu që ndahet për poezi, ese dhe tregime të shkurtra, sot ndahet çmimi Afrim Maliqi në nderim të veprimtarit, poetit dhe gazetarit i cili u vron nga forcat serbe në një atentat në Prishtinë me 12 dhjetor 1998. Afrimi la pas veti një trashëgimi të pasur letrare, kritikash, esesh e poezish. Në fund dua t'ju falenderoj të gjithë ata që në vitet të tëra në forma të ndryshme kanë mbajtur gjallë kulturën e artin në Podujev. Siç e kemi thënë edhe më parë, si qeverisje komunale do të qëndrojmë gjithmonë afër jush për t'ju mbështetur në projektet tuaja dhe të punojmë vazhdimisht që t'ju ofrojmë kushte më të mira për gjithë artistët dhe ardashësit tanë. Ju falenderoj. Në këtë edicion të takimeve të kulturës Kadri Kadriu kanë pasur mundësinë të gjithë krijuesit letrar nga të gjitha trevat shqiptare të marrin pjesë me poezi, ese ose tregime të shkurtra. Të gjitha punimet janë vlerësuar nga Komisioni në Përbërje, Avni Qunaku kryesues, meqense për shkaqe personale mungon zëvendësohet nga Vjolca Breznica, pastaj Majlinda Deda antare dhe Ymer Musa antar. Tri çmimet e para janë vlerësuar nga Vjolca Breznica, Majlinda Deda dhe Ymer Musa. Ftojmë komisionin vlerësues të shpallë fituesit. Për ndarjen e çmimeve ftojmë Vjolca Breznica të ndajë çmimin e tretë për poezinë Çmendi. Çmendi. Më shkret emrët për një qast, atëherë kur provoj duhe me dikë tjetër.
Ti mbledhi hijet e rana, pishtat e cigareve që i lemas, gotat e rakis që ta kanë shu dritën e syve. Vishem është vishem e ty, se te pa ka njën shtratin ku më bajdashni. Më shket emrët në gjitha rënkimet, e rena ma e bukur që e kom thonë mas kësaj, se di kam tull. Po në di, i thom shpirtit del sa herraj që ti s'eksiston. Mas gjdo deje nisi me të rejt që s'ta kom falj vetën ty, po nuk me veritësh. Me ty kom nis me dash që ka s'mi me pas. M'jam put tana andrat mas teje dhe shtrati i fminis ju rryëm më shba. E tash kam kalun që me ndi, më poete jam këthy, e dehun, e qmendun, e marë. Poete, si aj profeti që flet vete, këthejet e thot shpalljen prej Zotit e ka marë. Tani ftojmë përfaqësuesin nga familja Kadriu të ndaj çmimin e dytë për poezinë Dialog me Hanën. Dialog me Hanën. Han, a mund t'jem mikja jote në këtë natë plot e rësirë, tek më shëshram veç drita jote, të mbys vetmin, sa kam dëshirë. I lak moj yjet që të kanë afer, jeni bashkë ndriçani jetën, këtu poshtë kemi shumë hatër, të ta them gjithë të vërtetën. Mos më shikohan me çudi, me ty dua çdo sekret ta ndaj, s'ka mike tjetër, ti e di, kur krejt botën më vjen të shaj. Kur me vete nis të mendohem, mos të flas, më mirë të hesht. Veç me ty s'dua të shprohem, më thuaj, përse qesh? Më trego, si ja del ti hanvall, sepse unë të ngopa me fjallë. Si mund çdo sfide ti vësh ball dhe të ndriçosh pa u ndalë. Si mund t'jesh plot shkëlqim, edhe kur qesh, edhe kur qan. Spret asgjë në këmbim, a mund të bëhem si ti han? Faleminderit. Sa nëllin për vendin e tytë në mënjërin. Gjuri ne. Unë, si anëtar i familjes Kadriu, falenderoj struktura komunale e qishtë në qytetarën e komunës të Kodihirës bashkë me stafin e tij për organizimin e takimeve kulturore Kadriu. Nuk do të harroj edhe një veprimtar të madh që në ditët më të vështira, takimet kulturore Kadriu bëheshin në për shtëpi private, bëheshin në për xhami, ato kohë të pa kohë në gjime bagjën. Gjithashtu edhe pjesëmarrës tjerë, Agron Bulburin e tjerë. Falenderoj edhe një herë që juve që po e vazhdoni këtë takim i cili është edhe për ne që ardhi një njohje për ju. Ndërsa çmimin e parë ftojmë ta ndaj në kryetari i komunës Zotri Fahrire Stelica për poezinë Troja ime lumprituri. Gjithve. Poezia ime titullohet Troja ime lumpritur. Dremit i shtirur, qyteti im i marë, që më shkau nga syt, varet druthar. Me gozhda bojagjik, ku do goditur, si matriz dualizmash në urbane plan grisur, dhe skajeve të njoma qeltër rjedha akoma, një lum i fshehur, në ndheshëm i prehur, i përndjekur, i ngutur, në vishnaje pa aroma, si vrak, e ngjizur, e pa gjegjur, e kredhur, në syt e stërlodhur më grimcet, ajri, vetmuar, shoqëruar, veç nga skushja, në parkun loj shporur, acarohet stoli, më mban të ngrohur nga papërmbushja. Kapem për telin e rrobave të arnuara, qeve të qytetit tim të marë, bashk
me zonën e ëndrave të praruara. Në krah, stinëve t'ja veshim një prallë, djeli me shterin kanalet e përmbysura me ngjarje maskarallëqe pa kandar, shkundi me flakim në horizontet pangopura, sharje, britma, shpërlarje në garë. Pushoni qeltër, qyteti imi parë, që në vdekjen time të afërt largon çdo thirrje të nxitur nga vegimi ndarë, në pralla djep rritur të gjumit të vonë. Ngritem nga stoli që dasmën kumbën, jehën mbi skajet e paprekshme të ndjenjës, ciklet e vrukta që qyteti rrëmon, ma falin një shkronjë për pendën e shpresës. Kristalet të njelta, syve antifrazojnë, ballë plashkave të shporura, me gozhda të rrëdhuar. Sot, prap nga lumë për alla nuk hoqa dorë, se lufta për qytetin sa po kish fillu. Ju falimderit shumë. Tani e shpallim të hapur orën letrare, në të cilat krijuesi do të lexojnë poezitë e tyre për të garuar për çmimin Afrima Liçi dhe çmimet inkurajuese. Ftojmë të parën fitore Aliu Pacolli me esenë Vetmia. Të ndjej vetmi, në për këtë koridorin e ecjes, ku çdo kalimtar më shikon, në këtë botë vyshur mendimet pafundme, janë gjeshur në errësirën e dritës. Kokën uli e flas me vetën. Të ndjej vetmi, në këtë ditë plot shi, si asnjëherë më parë, unë të ndjej ty në brendësinë time, zvrasësinë e gjithë trupit tim, në çdo cep prap të ndjej ty. Pse vallë erdhe të ronë? A vetëm se më pas se ishe plagosur? Do të vi tani Sokol Qerimi me krijimin e tij Fjala e tij, e pastaj Adea Topanica me esenë Si ndjehet vetmia. Vargji kushtuar Afrima Liçit, fjala e tij. E mbaj mend që nga ditët e fëmijës, punën, njerëzën, gjakun ja la rrugëve të lirisë. Për miq gjithmonë ishte i urtë, i sinqert, i qëndrueshëm. Për armiq kur doher ishte i rrept, i padurueshëm. Fjala e tij ishte krispushte, zëmali syfushe. Fjala e tij u bë urlidhse breg më breg. Kur nuk është vetë. Nuk është se jam e vetmuar, se zilja bie, telefoni kërcet, njerëzit më flasin, më pyesin si je, dhe ju a kthej me një gënjeshtër të butë, duke e thënë se jam mirë. Do të vi në vazhdim Rudi Berisha me Qiriu Portretet në sy të motrës, pas tij Shkurt Kadriu Qitaku me Përtej kufirit të dhimbjes. Për ne të gjata, në shtëpinë e vjetër në fshat, qëndronim afër dritës së Qiriut, rrinim bashk me motra. E shikoni si po shkrihet Qiriu, ku drita ti po shuhet ngadalë. E nëna me buzë në gaz në thoshte, qkeni, more fëmijët e mi, që shikoni Qiriu, sa ditë të bukra kanë qenë, atetin një dhomë shumë të vogël, të ngrot nga stufa me zjarrin e druve, të mbushura me kujtime nga vendlindja e babait. Përtej kufirit të dhimbjes, i kam pranuar të gjitha. Nënën që vdiq kur nisa tani o botën, e unrua i drurin e jetës me skujtimeve për të. Babën që më mësoj të jem e zhumshme edhe kur fjalët i heshtja. Kam pranuar të afërm të tjerë rreth e përqark që më zhgryen çdo ditë me përditshmërinë e tyre. Kam pranuar edhe veten, po, me ëndrat e harlisura ndër vete teksa bien gjethet e verdha në metamorfozat e shpirtit ku njeriu vdes çdo ditë. Do të vi tani para jush Adelina Qarkaj me po nuk ece me kopucet e mia, mos fol.
dhe pas saj Mehmet Breznica me Gjuha e Perëndive. Ece me kapucët e mia, mos falë të zgjaheve tua. Jo, zërë nuk është me luftu me dhimbje. Që rash netën si që ka një hekurit, mos me lanë murallu. Poezinë e deklamon autori, aktori Mehmet Breznica. Thema urnën në hirin e të parve të mi, Apollon. Atë pluhur vezulluës që ende digjet në errat e Ilionit. Atë hije flake që se shuan as deti, as shekujt. Mos ma shek me stempujve të rënuar, mos ma tret në dhejtë kuaj, në kijt e parandorve të rënd, se me tërë zëri Hektorit dhe Krish me Kassandrës, është pata Akilit e larë me të dritën agrimeve të përgjakura. Ti, që dikur në fale zjarë me lutjeve, pse tani e mban peng hirin e dashurisë son të humbur, atje brenda në atë urnë, ëndra e Priamit, ende brellë si një hije për jetshme, dhe sytë andromake shkëqenjë si yje mbi rënojët e fatit. Atlantida është Apollon, Atlantida. Ajo tokë e përmbysur që në ndan nga Perëndit, një kujtim që fundoset si një qytet i mallkuar, por unë di se zërit e parve të mi ende buqet në erë si fryma Odiseut që andet me spriqeve të humbura. Thema urnën Apollon. Se unë do të thyej e do të shpërndaj qirin mbi tokën time, të mbi përsëri nga pluhurin një Troj e re, një Troj që sot të bjerë më kur. Thema urnën Apollon, thema urnën. Se rënjët e nisit pëllasik e njohin këtë i, e njohin fjallën që Zeus i fsheku në gjithët të shenjta, fjallën e parë të botës, tingullin e lasht hynive, thema urnën Apollon. Aty brenda janë emrat e pashuar të gjyshërve të mi, Janusi që runë të portat e birit, Teuta që qante mbi dalgët e Adriatikut, Kleiti që hidhte shigjetat mbi diellin e pushtuesve. Mos më mbajt burgosur qirin e tempujve të tu, se aty janë eshtat e Gentit, klisma e mbretëreshave të Iliris, është zëri orikëve dhe pasdhirme të unve, ëndra Deukalionit që mbuloj për mbytja. Ky hi është i vdekur Apollon. Ai është kënga e lahutës që ende gjë në male, është shpirti i priftreshave ilire që i flisin hënës, është kulti i zanave që ushqieshin perëndive të tua. Thema urnën Apollon, thema urnën, se nga hiri do të rilin një fis që ditën ngrihet nga pluhuri i rënojave, një Troj, një Dodon, një Iliri e pavdekshme. Thema urnën Apollon.
ju falenderoj. Në rasti, kërkoj falje që nuk e lexova poezinë që ishte gjuha perëndime, është mjaft e bukur. E lexova me qëllim këtë poezi. Kjo poezi ka pasur nderin të jetë në kritiket më të mëdhenj botës shqiptare që vlerësohet. Po, mjerisht nuk u vlerësua. Që të ndodhë një akt i madh, një orë letrare madhe si kjo, është dashur që vlerësuesit të jenë poet, të jenë shkrimtar, se këte nuk e kupton se cili. Tërë jetën kam etur në për një mal me libra, derisa kam arritur të këto figura. Ndërsa këtu, jam i bindur për disa vlerësime që nuk e kanë lexuar asnjë libër. Deri kur do të ndodhë në dhap kjo. Unë dëshiroj t'i kem emrat e të gjithëve në komision, se të kanë bërë këtë vlerësim, t'i kem kualifikimet e tyre, cilat janë, për ndryshe, kjo është një lojë. është një lojë me inteligencën tonë që na nuk duhet lejojnë, edhe ky konkurs duhet të anulohet. Unë vjen shumë keq që është organizuar në emër të dy figurave të mëdha, letave shqipe edhe të kombit shqiptar dhe të dështoj kështu. Secili që do të ishte krijues këtu, nuk do ta pranonte këtë vlerësim. Këtu kishte edhe për tregimin duhet vlerësoj, edhe për eset. Unë nuk ndëgjova as kush e muar vendin e parë për eset, as për tregim. Sado që kom konkuruar edhe me eset, kom konkuruar edhe me tregim. A keni nda vende për tregim edhe për eset? A ka mundësimi e ditë kushe su s'pash eset këtu? Ku s'pash as tregim këtu? Po më vje keq për i trive. Mirë po, ju do të arrini shumë të ardhmen. Po për momentin nuk kam takuar as një poezi, as për të parin, as për të dytin, as për të tretin. Besoj që do të ketë një vërejtje të mëdha drejtoria kulturës, në qoftë se kjo ka ndodhur, pa miratimin e saj është kejtë rregull. Në qoftë se kjo ka ndodhur me miratimin e saj, kjo është dështim total. Se s'pari drejtoresha kulturës se ka caktuar komisionin, o dash me pyet, sa libra i keti? Çka ke të kryer me ti? Edhe me qenë këtu prezent, poetë, shkrimtarë të din me i vlerësua vlerat e jemëran këto nivelën e. Unë e kërkoj falje, për ju me trive dhe të kisha një fjallë të posaçme. Kur mos u dëshprani nëse ndodh një rast su kur kuj që ka ndodhë. Sepse ka planet caktuara, është nivel shumë i ullë i vlerësimit, ju do të keni mundur të keni punimet mira. Kështu ka ndodhur te Jack Londoni, me kësi komisioni, kur s'ka fituar asgjë. Në momentin kur ka ardhur kritiku më i madh amerikan në një konkurs, dhe shparaqitur me punimet e veta i kam rrit mojat e letërsisë botërore. Mirë për në nuk ju nevojten. E kreu misionin, e më rriti mojen, edhe në orat 12 natës me qanin Atlantik boni vetë brasë e këseu për janjes unë në qanë. Kërkoj falje, mirë për jam shumë i dëshpëruar, këte do të bojnë të madhe, do të diskutojmë edhe në rrjetet sociale, po edhe të kryetari i komunës, po edhe të drejtoresha që ishte për kulturë. Ju falenderoj, falni. Do të vi në vazhdim Syhel Havolli me Pishtarëve të Lirisë, e pas ti me Gjith Havolli me Dashuria ndaj Dheut dhe Tabloja e Madhe. Poezia ime titullohet Pishtarëve të Lirisë, kushtuar Afrim Maliqit, Hyzri Talës dhe Ilir Durmishi, të rënë në 2 dhjetor 1988 në Prishtinë. U bëmyja lapi e dole nga shtrati, për t'i zgjatur brigjet, u bëmyja lapi
e doli nga shtrati për t'i zgjatur brigjet në zemër të Dardanis. Po, shepo. Ju lutem ta respektojmë autorin, poetin dhe ta dëgjojmë krijimin e tij. Pra, poezia titullohet Pjeshtarëve të lirisë. Edhe njerë kushtuar Afrim Maliqit, Hyzi Tallës dhe Ilir Durmishit, të rënë me 2 dhjetor 1988 në Prishtinë. U bimyje dhapi e doli nga shtrati për t'i zgjatur brigjet në zemër të Dardanis. Nuk kam kroje të kurrura, veç vërshimat të rrudhshme që flasin natën e prangave. Poezia titullohet Dashuria ndaj Adhleut dhe Tabloja e Madhe. E kam një adhle i madh, sa shohin syt e ndjen zemra. I vogël, sa e zë të tërin se cila dashuri. Nga lotët dhe ngjyrat e jetës, e pikturoj çdo ditë. Ftojmë tani Klejda Plangarica me Lavjerës, e pas saj Albiona Januzi me Vaji i shkrimtarit. Përshëndetje, unë jam Klejda Plangarica, vi nga Tirana dhe është gjithmonë kënaqësi rikthimi këtu në Podujevë. Lavjerës. Më angështojnë si kuret, si xhepa të zbrazur, të ngusht, ku nuk ngroh dot as majat e gishtave. Aromë me një amalgame shijesh, që të lëngëzojnë gojën dhe të privojnë gjuhën. Më angështojnë të pathënat, ose më mirë, të paqenat e thëna. Kur gatit drut për zjarë, me një eshk të njohë, e frymën hedh mbi dru, por veç mushkërit ndize, se dritë nuk theks askund. Shkurt, më angështon ti, që si Lavjerës, tu ndesh marrëmendshëm, me së paqenës dhe një pohimi. Është e pamundur të të ndjekësh. Më trallis. Oh, trallis më. Mos më trallis. Faleminderit. Vaj i shkrimtarit. Mbi një fletë të bardh lapsim po lëviz. Nuk gjej fjalë, s'nxjerr dot zë. S'mund të krijojnë gjë, asnjë fjali domethënëse. Venitën thua, a thua shpirti po më i nga duart? Dikur shikoja botën nga këndi buzlumor e nga këndi qielldashës. E shikoja dhe e ndjeja se cilën puhiz. Sot shikoj malet, e jo madhështinë e tyre. Ndjej erën mbi sup, por se ndjejt ma fladit shpirtin. Shikoj detin, e s'ndjej do të freskinë e tij. Pse a thua, sa gjë mizore. Mira ndjenja më janë grumbulluar në fyt, e po më ngulfasin nga dalë. Është radha tani të ndjekim krijimin nga Milazim Hyseni, Lule Guri, e pas ti Valza Fusha, Besianës së pathyeshme. Titullohet Lule Guri. E humba një lule që rriti në gur. E dija se ajo do të arrunte aromën. Fati më nësej gjuhën e shkëmbit, e ati shkëmbi që kishte mbirë si farë, nga rënje gurit midhjeqarë. I përvelur nga akordimi i ëmbël, dritkatër të syve të saj gelqeror. Poezia ime titullohet Besianës së pathyeshme. Një ter i zi ka mbuluar rrugicat e lagjen, lumin që gjende to apër shtëpis s'po e shoh. Zhurmë një dëgjoj mirë po si gjej pache, fajtur që nga nata apo veten s'po e njo. Në këtë borë bullë mendimesh jam zhytur që sa,
Sa më fort largohem, ato më vinë nga pas, as lumi llap qetësinë që kishte, se ka, as jehonën e thellë kur emrin thëras. I futem kësaj skëtere por fundin si a di, mbasi gabova që shëtita në përlagje, rëmbyeshëm filloi zëshëm një shi, tani e bërqull, shpirti më ndihem pak spaqe. Mendoj, në qytetin tim edhe ajri frymon ndryshe, prandaj edhe lumi lëshon simfoni të thellë. Fshatra, bujq, të mbjella dallëndyshe, dhe në zemër vendi e lumit kjo rjedh. Lehtësisht buron kujtueshëm ai, por s'ndalet, pavarësisht vjetërsisë, një simfoni luan Beethovena kush e di, vargroni vetëm piklat e melodisë. Lumit llapi thonë në të tëra këto anë, e qytetit si e pathyeshmja besjon. Faleminderit. Do të ndjekim tani krijimin nga Liridon Hyseni për Roj i Muzgut të Thyer, e pastaj Violeta Kadriu me Një e 1000 herë. Muzgut të Thyer. Lëshohem poshtë kodrës me hapa dredht të qregullt, e me dertet e votrës atëroj në qejt e mjegullt. Si përfaqësuese e pare, trashëgimtare e të madhe Kadri Kadriut, ju përshëndes, edhe pse para se të jetë babai imi, ai ka qenë shtajri i popullit dhe ka mbet i popullit. Për ndryshe, nuk do ta kishte vendin e merituar sonte këtu. Gjithashtu kam nderin që këtë epitet t'ja japë dhe djallë të halës si me Afrim Aliqi, dëshmorit të kombit. Ai ishte dhe mbeti të gjithve, nuk e kemi të drejtë si familjar t'i quajmë këta dy persona, dy figura, se kanë qenë vetë të tanët. Faleminderit shumë. 1 e 1000 herë. Veç një herë u linda, 1000 herë frymova, belbëzova, 1000 herë u zhagita, 1000 herë u rëzova, u ngrita, 1000 herë pushtova, 1000 herë humba, 1000 herë fitova, 1000 herë qesha e qava, 1000 herë pse u linda dhe bark nënë shava. Tani bashkë do të ndjekim edhe 2 krijimet e fundit në këtë orë letrare.